them që janë atje dhe mbizotërojnë atje, që nuk po e lënë biznesin të lirë, është përdorur edhe për presione. Ne vjetë kemi ngritur, dhe në fakt nuk ka qenë një shqetësim i opozitës, po është ngritur nga Këshilli i Evropës tek reporterët, rastin e News 24, kur tatimet janë përdorur për presion edhe mbi media, janë përdorur për presion mbi biznesin e ndershëm, ndërkohë që ti ke një ekonomi informale që sot operon në Shqipëri. Dhe unë e kam quajtur këtë dhënë seancën e parlamentit ekonomia e pakicës, sepse ndërkohë shumica e bizneseve përjeton këtë situatë pasigurie. Tani një biznes që pret një ligj për të miratuar, në këtë rast rivlerësimi ose paqja fiskale, i cili pret disa akte nënligjore që ta zbatoj, që ndoshta mund të jetë i mbyllur, nuk ka aktivitet, çfarë do të bëjë në këtë amulli? Kuptoj, sa të rëndësishme janë këto aktet nënligjore dhe transparenca që ato prodhojnë, dhe në rastin që po flasim? Në momentin kur u miratua paqja fiskale dhe ankesa kryesore që unë kam pasur, përveç faktit që tatimet kanë qenë shumë represiv mbi bizneset, ka qenë edhe transparenca. Dhe ne kërkuam në ligj që tatimet duhet të jenë transparente për sa i përket listës përfituesve. Dhe çfarë ndodh, për të dhënë një shembull konkret që të kuptojmë më mirë, çfarë ndodh me këtë pjesë? Neve duam të dimë se kush përfitojnë, sepse amnistia fiskale nuk mund të jetë një ligj i preferuar për disa kompani afër qeverisë. Duhet të ketë një listë të plotë, të publikuar, transparente,